A ju ka munguar Lunushi ja pra ku e keni të buzëqeshur dhe duke kërcyer me babi Luizin në ditën e sotme Luizi është shfaqur pranë bijes së vet ku ka filluar të kërcej dhe të aktivizoj me këngë popullore të cilën Lunushin e hutuan në fillim por pastaj, me lëvizjet që e nxiste Luizi filloi të buzëqesh dhe të kërcej njësoj si babi Luizi ka shumë ditë që nuk e shfaq Lunushin për arsye sepse ka qenë shumë i zene me vizita dhe punë biznesi në këto ditë të ftohta gjithashtu ku qarkullojnë virozat cifti. Eli janë e kujdesur në maksimum për të voglën e tyre që mos të ketë ftohtë dhe mos ta zënë virozat. Të gjithë duhet të kemi kujdes shprehet Luizi për të moshurajt dhe për fëmijët e vegjël që këto ditë të ftohta t'i kalojmë me lehtësi. Lunusha në një sekuencë shfaq dhembet e vegjël katarosh që i shkojnë kaq shumë, ajo është një bebe mbare babi Luizin dhe mami Kiarën e dëgjon për çdo gjë edhe pse kaq e vogël. Luizi po bëhet gati për organizim të gjitha kinemave që do të shfaqin filmin si dhe disa koncerte, por këto kohë për arsye festash ai ka qëndruar me pranë familjes. Ne i urojmë suksese familjes Eli për çdo projekt të radhës, kalofshin një dimër të bukur pranë njëri tjetrit plot dashuri dhe ngrohtësi shikim të këndshëm në vazhdim të së vogles e cila gëzon shumë kur shfaqet në kamerë. Ne i urojmë jetë të gjatë vogelushës. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.